periulla si mjellëm, qepen, qepujken e gjitha bimrat në radhë, me thënë, ka që i kanë mjellë para javë, me thënë shkurti me markoha mirë, marsi që janë ante, deri në prill. Janë qepa, qepujka, dhe me thënë janë da periulla kohore si mëna kësaj kohë duhet mu mjellë dhe me i pas mjellëna. Toka duhet mu punu një 2 herë. Herë punojmë vjesht, 7 orë, 8 orë, e lama ashtu gjatë gjithë dimnit. I tash, para se me fillu me mjellë, dhe me thënë, aty ka shkurti, i kanë ballë i punim, i bëjmë një frezë, atëherë e dystojmë me rashjela, si shpo shetë një vetë të abundorë tu. Nga shkojnë të e mjellë me i farë distancat, rrujmë distancat, 3 metrë reshti nga reshti, 10-12 bima nga bima, dhe me thënë, ka një farë planifikimi, se edhe shpesh shumë, nuk mund e mjellëm, po edhe rrallë shumë, për me lanë toke ndje nuk është, dhe me thënë, e ka i fije punë. Atëherë shërbimet, qepa si të mos, i ka i fije matleta, jo në i vaditje, jo në i pastrim barit, se janë tokë si esin edhe barë shumë. Kjo qepa dënishtit, kjo është me atë të korës, të Macedonisht në shënë shumë. Kjo është fara rumullake, si quhet ma rumullake, fara e shnis, kjo është shumë e butë, është shumë e amull në konsumim, si është një shprehja, e hanë pa buk i kokur qep fara shnis edhe nuk djek. Pa buka, shumë e amull, pa le me zjedhë se si del.